Matësit e presionit të gjakut janë pajisje esenciale për monitorimin e shëndetit të sistemit kardiovaskular. Këto matës ndihmojnë në parandalimin e komplikacioneve të shëndetit dhe mund të përdoren në kushte shtëpie. Mjeku farmacisë Fatbart Plangaj na jep disa këshilla se si duhet të veprojmë për një matje sa më të saktë. Çfarë do të thotë një matje e saktë tensioni? 1. Përdorimi i një aparati të besueshëm dhe të kalibruar. 2. Shmangja të paktën 30 minuta para matjes së tensionit të kafes dhe duhanit. 3. Zbrazja e fshikjes së urinës para matjes. 4. Pozicionim korrekt i pacientit, që do të thotë ulur në një karrige me shpinën drejtë dhe me dorën të mbështetur diku. Por si duhet ta zgjedhim matësin e presionit të gjakut? Aparatet e tensionit që përdoren sot janë 3 llojesh. 1. Të quajturit manual. 2. Matësit automatik ose elektronik. 3. Aparatet me shtyllë zhive. Deri më sot, më i sakti është ai me zhivë. Një aparat i kalibruar quhet aparati i verifikuar me anë të krahasimit me një standard të njohur dhe korrigjimi periodik tek një teknik ose profesionist. Njerëzit që vuajnë nga hipertensioni duhet të mbajnë një kontroll të përditshëm të presionit të gjakut, sepse është mënyra më e mirë për të parandaluar komplikime të mundshme, si goditjet në tru ose sëmundjet e zemrës.